podcastro, por në këtë moment, ndryshe nga të gjithë netët e tjera, në të gjithë kuriozitetin që mua më karakterizon sigurisht, edhe mbi disa teza të mia jo profesionale, unë do doja që sot me një ndër profesionistët më të mirë që është në qarkullim, me shpresën e madhe që nuk është nga profesionistët më komercial në qarkullim, pavarësisht që terminologjinë e komercialitetit pastaj ta përcakton shitja, mënyra apo dhe kredibiliteti. Por unë personalisht mendoj dhe në kërkesën time personale do doja dhe siç u bë e mundur që Luciano Bardhi është sot në podcastro me shikimin e tij të serioz, bindës dhe ndoshta gati sfidues. Për të sfiduar nuk e di për çfarë në fakt, por të më sfidoj në teoritë e mia që kam unë kundrejt ushqimit apo se si bota po shkon në orientimin e saj në nutritiv. Luciano, mirë se erdhe, mi mbrëma. Se të kam gjetur, kënaqësi. Më ke dhënë serotonin. Ashtu ë? Pse fitohet me disa fjalë po thua më një herë? Tjetër që po dhe me prezencën, të ndjesh prezencën e një personit, po. Atëherë pas ka probleme gruaja ime, bra. Që kur më ndjen afër mua, sikur nuk ndjek këtë gjë. Prodhon adrenalinë. Se ç'i vjen asaj që fat ma fusi mua në shpull. Prodhon hormonet stresit. Unë në të njëjtën kohë. Ajo, sepse i bën vjen ajo gjë. Dëgjoj zemra. Jo çfarë thot doktori, jo çfarë them unë. Luciano Bardhi, më duhet që të bëj një prezantim në fakt se ti ke qenë shpesh i ftuar në për panelin Vision Plus. Po. Por ke qenë kryesisht njeriu i ditës. Sot e ke për herë të parë natën. Pra, Vision Plus ti nuk e qenë asnjëherë natën. Po, nuk kam qenë. Po, nuk e qenë. E pra këtë doja të thoja të dile që ti sot po humb virgjërinë e natës në podcastra. Kur humbi virgjëri, humbet edhe lëngje dhe gjëra të tjera, humbet edhe një pjesë e emocionit, dehidratohesh po thua. Prandaj ti për të pirë ujë dhe për të pirë cigare me njëherë. Ti nuk pi cigare me njëherë. Jo. Ti se pi cigaren fare. S'kam varësi, nuk e pi. Por ke në një varësi tjetër. Nuk e di akoma. Luciano Bardhi është profesionisti i imazherisë mjekësore ose ndryshe radiologjia që e njohin. Po. Je i diplomuar dhe i licencuar në formim të avancuar në nutricion. Që mendoj duhet të jetë tema bazike e planetit sot. Deri diku, po, është bërë shumë jetike për njerëzimin. Duhet sjell në vëmendje, pavarësisht që ke shumë panele informative, të cilat në shumicën e raste janë I bërë gjithallok, domethënë dhe për pjesën e ushqimit abuzohet shumë, ose ekspertët e ushqimit. Pseudo ekspertët në fakt. Në shëndetin, pra, vazhdon dhe i licencuar dhe i diplomuar, gjithashtu dhe i specializuar në shëndetin e tretjes dhe edukimin funksional për shëndetin. Po. Je autor i librave edukativ, siç është Udhëtimi i ushqimit, Kënga e zorrve, se je dhe interesant në mënyrën se si e përshkruan apo domethënë qasja jote artistike, letrare në të gjithën është shumë joshte, është atraktive, po si duket në varësi dhe të gjithë proceseve hormonale apo të brendshme, si ti je më ekspert, mendoj që bën edhe lidhjen psikologjike. Dhe gjitha nga këtu vjen, atë që ne e quajmë ndërgjegje. Unë mendoj të kundërtën. Pse nga vjen, më thua? Unë them se vjen nga sistemi i tretës. Çdo gjë vjen nga sistemi i tretës. 80% shumica, edhe kur ndjen ato flutrat në pjesën e stomakut, janë disa fije nervore aty që quhen plekse celiake. Edhe ato bëjnë të mundur sekretim të noradrenalinës, dhe noradrenalina është hormoni i stresit, që lirohet nga mbaresat simpatike nervore, dhe ato aktivizojnë amigdalën dhe hipotalamusin. Imagjinoje Castro pjesën e sistemit tretës si një banor të qytetit. Dhe brenda këtyre banorëve të qytetit ka inxhiniera, ka mësues, ka punonjës social, ka arkitektat, me ata që merren me arkitekturë, domethënë banorë të ndryshëm. Dhe këta banorë të qytetit janë bakteret e mira të sistemit tretës. Po. Trupi i njeriut ka rreth 20 deri në 30 trilion qeliza, ndërsa baktere ka rreth 40 deri në 50 trilion. Pra ka më shumë baktere se sa qeliza. Qenia jonë është e mbushur me më shumë baktere se sa vetë qeliza ekzistenciale. Vetë qeliza ekzistenciale. Dhe ADN-ja qelizore, ADN-ja qelizore do të thotë që qeliza ka një ADN, që brenda kësaj ADN-s ndodhet një informacion genetik. Ku do shkoj Castroa, emri Castros, mbiemri Castros, Castroa pas Castros do shkoj në shtëpi. Ky është informacion genetik që ruhet në qelizë. Dhe informacioni ose ADN-ja e qelizave në trupin e njeriut është rreth 20 deri në 20.000 deri në 30.000. Pra ADN-ja qelizore në gjithë trupin. Ndërsa është edhe një gjë tjetër që është ADN-ja bakteriale. 20 deri në 30.000 çfarë? Gene. Trupi jon ka rreth 20 deri në 30.000 gene të qelizës. Të tonit, të unit, ADN-ja qelizore, ndërsa ADN bakteriale janë rreth 2 deri në 3 milion.
Çfarë thua? Edhe Oxfordi e ka quajtur gatin, domethënë gut brain, si një mbretëri e fshehur. Edhe kjo është me PubMed. PubMed është referencë shkencore. Që dhe sot fillesat e smundjeve neodegenerative se nuk është vetëm pjesë e genetikës. Është ato që fitojnë ty me mënyrën se si ti ha. Sot është prishur integriteti i barierës intestinale. Janë disa baktere të cilat quhen Blautia obeum, Christenella minuta, Coprococcus eutychus, Faecalibacterium prausnitzum, Bifidobacterium longum. Këto janë baktere të cilat kanë ADN. Ti them përsëri, Hajde, po sfidoj edhe një herë. Coprococcus eutychus, Christenella minuta, Blautia obeum dhe Christenella minuta, Faecalibacterium prausnitzi. Këto bëjnë të mundur ushqejnë neuronet në pjesën e zorës së trash. Nuk ka vetëm truri neurone, por ka dhe zora e trash. Dhe shumë agresiv është edhe kanceri i zorës trash, që sot më shumë shkaktohet nga dëmtimi i mureve të zorës, si quhet leaky gut. Leaky gut është zora kur dëmtohet ose kur çpohet. Dhe toksinat ose fermentet bakteriale depërtojnë, ne kemi një autostradë elektrike që lidh trurin me zorën. Ky quhet nervi vagus. Nervi vagus në shqip quhet një nerv endacak. Dhe ky nervi endacak në terminologjinë mjekësore përkufizohet si një autostradë që dërgon informacion elektrike më së shumti, pra dërgon sinjale elektrike nga zora drejt trurit dhe quhet nerv aferent. Aferent të mjekësit do të thotë nga poshtë sipër. Dhe është 80% aferent, ndërsa eferent dërgon nga informacioni nga truri drejt zorës. Pra 80% është aferent. Më së shumti komunikon, bravo. Dhe disa nga këto baktere, siç është Blautia obeum, Christenella minuta, këto prodhojnë acid acetik. Acidi acetik ushqen bakteret e mira të cilat ndihmojnë në tretje, në zbutje, ndihmojnë deri në parandalimin e smundjeve kardiovaskulare. Ndihmojnë deri në reduktimin e adenokarcinomave të kolonit, domethënë të zorës trash. Sa më e popularizuar të jenë bakteret e mira, sa më shumë të lumtura të jenë, sa më shumë të jenë të buzëqeshura, sa më shumë tu qeshi buza ose të jenë me funksion të shëndetshëm, aq më e shëndetshëm është zemra, aq më pak ne mund të prekemi nga sëmundjet autoimune, diabeti tipi 2, që është diçka autoimune, Hashimoto, ose që është ngadalësimi i metabolizmit gjendrës endokrine, ose që është pjesa e gjendrës tiroide, sëmundjet autoimune, artrit, poliartrit, pra këto që lidhen me ngërçet kockore. Dhe sot shumë njerëz, fillesat kryesore të sëmundjeve autoimune janë në mikrobiom. Mikrobioma është materiali genetik i këtyre baktereve që është në trupin ton 2 deri në 3 milion. Materiali genetik i baktereve. Materiali genetik i qelizave është 20.000 deri në 30.000. Dhe është shumë bizotrimi i jashtëzakonshëm. Ama si ta bëjmë që të qeshin këto bakteret e këto bakteret marrin pjesë edhe në sekretimin ose në prodhimin e hormoneve të lumturisë. 80% e hormonit të gjumit prodhohet në zorë. Melatonina. Pra unë që flej rehat edhe mirë dhe gjatë, çfarë si kam punët? Mund të kesh të shëndetshme. Unë shkoj çdo mëngjes. Edhe unë jam shumë mirë me zorë, me ato, jo, se është, do t'ja themi, ka shumë njerëz që vuajnë. Një person, edhe 80% e njerëzve të paktën që unë njoh kanë probleme me kapsëllëkun. Një person kapsëllëk do të thotë defekim i çrregullt. Një person ose sot nuk defekon të paktën 1 herë deri në 2 herë në ditë, nesër mund ta presin çrregullime në trup, deri diku deri te smundjet. Juve në shtëpia bëni llogari se sa, unë të paktën 2 në ditë. Jo, edhe unë çdo ditë në mëngjes, pothuajse edhe në darkë, është akt i shenjtë të konsumosh ushqim, të konsumosh ushqim nëpërmjet gojës. Janë shumë gjëra të shenjta këto. Të konsumosh ujë përsëri nga goja dhe të bësh urinimin e hollë edhe të bësh defekim të rregullt, janë procese shumë të shëndetshme, sepse një person, po themi, mund të vajë nga konstipacioni, një person nuk mund të ushqejë dot nga goja, se mund të ketë sëmundje të ndryshme. Dhe këto lidhen shumë. Po ngre pjedestal bërin e kakës, le të themi. Pra, të bësh kakën është akt sublim, është një gjë kështu e shëndetshme, sepse sot fal jetesës që ne bëjmë, pa gjumësisë. Sot njerëzit nuk po flen më dot gjumë. Nuk flen, përveç me gjumësia kronike. Pjesa e leaky gut ose dëmtimi të epitelit intestinal, ashtu siç neuronet kanë elektricitet, kanë milivoltazh. Dhe ky milivoltazh mund të jetë nga -50 deri në -80 milivolt. Edhe neuronet enterike kanë milivoltazh. Milivoltazh do të thotë një rrjet shumë i vogël elektrik. Unë kam bërë astrofizik, po jam të ndjek. Dhe tani ky milivoltazh ose ky elektricitet po dëmtua tek
pjesa e zorës ose tek zona e sistemi tretës ndikon drejt për drejti tek mendimi, tek perceptimi, tek prodhimi melatoninës. Drejt. Edhe një person nëse ka 2 ditë diare, ditën e tretë nuk mendon dot siç duhet. Jo, po patjetër që ditën e parë gjys. Dehidratohet, i çrregullohet gjumi. Një person që ka gastrit nuk mund mendoj dot në mënyrë të shëndetshme, sepse gastriti këtu konvertohet dhe në ulçër. Sistemi i tretës është, për mendimin tim, truri parë, por jo ai tru që drejton mendimet. Ai tru që jep komandën se ku do të shkojnë ushqimet, se truri nuk ka se si të marrë ushqime nëse mëlçia dhe zorët nuk janë pastra. Domethënë praktikisht po thua që këta është një si grupim servilash të këtij të madhit fare. Pra këta servilat e trurit të japin informacionin që ai pastaj fillon të merr vendime se si do shkojnë gjërat. Janë si, unë i quaj si arkitekt ose si banor të një qyteti inteligjent. Unë i kam quajtur si sensor elektrik të zgjuar. Kur thua ti ke quajtur, i ke përshkruar kështu edhe në 2 librat e tu që më ke sjell sot në studio. Ai është i pari, është i dyti. Dhe ky është i dyti. Kënga e zorëve është i dyti, udhëtimi i ushqimit është i pari. Këto janë në treg, janë në shitje. I kam ribotuar dhe tani të tretin unë kam njoftuar në publik. Kur thua ribotim, sa kopje i ke? Atëherë tregoj sinqert. 3000 kopje kam shitur. Ke shitur 3000 kopje? 3500, po, sepse botimi i parë ka qenë 1000, ndërsa ribotimi e rrit shumica. Po, përsëri 1000 dhe kam pasur goxhajt. Po ta them çfarë çmimi kishe këtu mbrapa. Mirë, ke bërë një lek vogël aty. Më shumë nga pjesa e vlerës së lekut për mendimin tim është pjesa e besimit që njerëzit kanë thurur me mua. Sepse nuk mund të kam pasur dhe mundësinë që të shes suplemente ose që të bëhem reklamues i mirë i vitaminave. Në emisionin që unë drejtoj të reklamoj një suplement ose një vitamin, pra në hapësirën time. Dhe ti ke refuzuar. Unë kam preferuar që të jem Luciano Bardi. Po jo më kotje këtu por, se unë jam një skeptik i papar, por edhe unë kam bërë ato ulumtimet e mia, ku si pse çfarë, edhe patjetër pa diskutim që ti do të ishe këtu. Përveç pastaj dhe faktit që më krijon edhe një lloj hije të një Rafmetliu të Arqiles, që unë kam pasur fatin ta njoh, unë kam qenë shumë i vogël, por më mund që kam qenë në një kafe të gjatë, le themi unë edhe disa persona të tjerë. Ma jep atë hijen, edhe nëse Arqilea për kohë, ty e njeh Arqilea besoj. Unë nuk e kam kapur dot. Mirë, si fizionomi, si personazh. Fizionomi kam qenë i vogël, pra që të kisha rastin që ta shikoja. Sa vjeç je ti më burr? Po, jam pak. Nuk do të themi moshën se ke frikë se ndoshta humb kredibilitetin ata që edhe njerëzit sepse kanë nevojë. Po, 27, 28. Çfarë thua më burr? Sa i ri qënge, i ri por me mendjen plot. Po. Mos i shiko gunën, por shikoj punën tjetër. Unë deri tani nuk kam parë një punë, nëse bëj humor. Ke prezantimin tonë ke emisionin tonë shëndetësor të fokusuar që ka emrin Pankrasi, që quhet boks shëndeti, kutia e shëndetit. Pankrasi është libri i tretë. Ha me Vivian, që shumë mirë mi ke shnuar, po unë s'di ti lexoj. Po ty do të bëj me faj. Luçi është një marrëdhënie brishke mes me dhe Vivianit. Pra, emisioni kishe edhe një herë podcast, e ke edhe ti podcast. Unë kam emision më shumë ti edukativ, shëndetësor. Dhe aty zgjedh tema të ndryshme të cilat I flas. Sa herë në javë kjo gjë? Ai është 2 herë në javë. 2 herë në javë. Çdo të mërkur dhe të premte në orën 19. Çfarë është mjekësia natyropate dhe qasja holistike në mjekësi? Tani, mjekësia holistike çfarë është? Është një art apo një shkencë e cila bën të mundur, nuk është kundra mjekësisë tradicionale, konvencionale, absolutisht që nuk më njanon trajtimi që personeli mjekësor I jepet pacientit në rastin e një trajtimi të smundje specifike, pra ne nuk mund të jemi këtu dhe themi që shiko se ishin ato medikamente dhe na dëgjoni ne, apo qesim një bar apo një suplement, absolutisht. Është ndërthurje e mjekësisë konvencionale apo e sistemit me artin dhe me shkencën e të kuptuarit ose arti dhe shkenca që të kuptosh gjithë trupin. Dhe mjekësia holistike trajton jo simptomën, por shkakun e vërtet të një çrregullimi. Nuk e shikon trupin të ndarë në pjesë të caktuara, por e shikon trupin si një formën e një hetusi, sikur të ke ndodhur një akt kriminal të cilën ju bëni pemën. Po si një simfoni ose si një orkestër e cila nuk lidhet me simptomën. Unë e lidha me krimin, ti e lidhe prapë me art, me sensin artistik. Ka për shumë mirë Berati, artja që jena Berati të kam I debules. Mjekësia art është edhe lidh shkencën e, domethënë lidh shkencën e shëndetit
me gjetjen kryesore të shkakut, ku çalon shkaku, jo simptoma. Kjo është mjekësia holistike, merret me shkakun e problemit, jo të simptomës. Edhe patjetër që nuk është kundra mjekësisë tradicionale, vetëm se fokusohet më shumë tek në një trigon, ose në një trekëndësh kryesor. Trigonometri mund ta quajmë. Mendje, trup, shpirt. Pra që nuk e menjanon as mendimin, as se si tjetri mendon, percepton, se si ushqet, të gjitha gjërat, të futet gjumi, aktiviteti fizik, mënyra e ushqyerjes, sepse nuk mund trajtohet një sëmundje nëse personi nuk mendon në mënyrë të shëndetshme psikologjike, pra ka probleme I beson tek shpirti njerëzor? Besoj se po. Ku ndodhet ky? Ç'u sens? Ai ndodhet tek atomi, tek elektroni, poshtë atomit dhe elektronit. Shiko Castro, unë kam një koncept. Shiko, logjikisht, kuantikisht ne jetojmë, ne jemi boshlik, sepse asnjëherë ne nuk jemi zbrasti. E vërtet. Ne kur nuk prekemi, është thjesht reaksioni elektromagnetik. Edhe energjia, trupi, materia, di çfarë është? Grumbullim energjie. Po. Qeliza ka e marrim në rafsh biologjik. Po. Nëse ne kemi e nisim mikro gjën që të hap. Nëse ne kemi një mikroskop elektronik. Ky është një ind, qeliz. Nëse këtë e shikojmë me sy të lirë, ti nuk e shikon. Kjo është dora ime. Po. Ne nuk shikojmë asgjë përveç se mishit. Po. Me mikroskopin elektronik ne do shikojmë indet, pas indit ne do shikojmë qelizën, pas qelizës ne do shikojmë elektronet, elektronet bëjnë të mundur dhe rrethonin. Jo, shikosh molekulën, atomin, elektronin. Ama pas atomit ti nuk shikon më asgjë. Kjo është fizika. Kupton? Deri këtu shkon në fizikën natyrore. Pra, ne këtu nuk e di. Nuk mund të flas për këtë gjë sepse nuk mund bëhemi gjithollog. Pra, është diçka që në hapësirën midis bërthamës dhe elektronit, ti ke një hapësirë. Ke një hapësirë dhe ajo. Pra, sado që ti shkosh te zoomit, ti çfarë do shohësh? Kupton, nuk shikon. Ajo që materia quhet materie zezë. Po pra, materie zezë, po. Dhe këtu është edhe ajo që edhe shumë shenjtorë thonë që të gjesh të vërtetën do të thotë të shkosh në asgjë, të bësh një me natyrën, të bësh një me çdo krijim. Të ndjesh cicërimat e zogjve, të ndjesh lëkundjen e pemëve, ose të ndjesh rënien e gjetheve. Kjo është edhe një që të ndjesh pjesën e tingullit ose të ndjesh ëmbëlsinë e Zotit. Të ndjesh ëmbëlsinë e Zotit do të thotë që të ndjesh transfertën ose transportimin e elektroneve në qelizë. Që do të thotë ti të ndjesh se trupi jot është i gjallë, që të ndjesh se trupi jot ka një arkitekt. Do të thënë jo të besosh verbalisht që shikoj se ka diçka që mua. Ti je ortodoks? Unë besoj në Zot. Besoj në krijues dhe besoj në një arkitekt të fuqishëm biologjik. Edhe universal. Besoj që ky është realiteti bazë? Ne besoj se nuk dim asgjë. Sokrati ka thënë që unë di një gjë që nuk di asgjë. Edhe unë nuk di asgjë. Si e shijon jetën? Si e merr jetën? Duke ditur, duke mos ditur asgjë. Je i dashuruar? Jo. Jam i dashuruar me qelizat që kam në trupin tim. Çfarë thua? Deri këto nivele egocentrizmi jot? Jo, s'është egocentrizëm, është kujdes që i krijoj trupit. Pra ti kujdesesh mirë për trupin tënd. Unë mundohem që ta respektoj trupin tim. Çfarë bën ti nga mëngjesi deri në darkë? Ta bëjnë edhe këta të kujdesejnë mirë të gjithë. Shkojnë gjithë në mëngjes. Unë kam një ndërgjegje të pastër. Fillove kështu ti. Tani pa lërë ndërgjegje, ora çfarë ha, mëngjes në drek vazhdon kursi orare. Po ta marrim te ushqimi, shiko, mund të ushqesh me ushqimet më të mira të botës ose më të mira nëse mund të quhen, ama nëse të dëmtohet ndërgjegja, mirënjohja, karakteri, personaliteti, pra nëse ti bën keq dikujt, ai ushqim nuk është se të jep kalori, nuk është se të jep vitamina dhe minerale. Po ç'a të jep? Ti jep lëndë të dëmshme ushqimore. Ti e quhen vetë një njerëz të mirë? Unë s'mund të flas për veten, unë thash diçka që s'mund të flas ti kujdesesh me që për qelizat e tua, domethënë shkove në një nivel kështu astral fare. Derisa unë nuk konsumoj alkol, derisa unë nuk konsumoj duhan, derisa unë nuk konsumoj alkol që tulem në për natë ose pube, jo. Nuk je dehur ndonjëherë në jetë? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Pse të gënjej? Po pse s'dehesh një herë? Po se kam si preferencë, nuk e kam si kënaqësi. Po ti si mund të thuash që se ke kur si je dehur? Po nuk e kam provuar akoma të kënaqësi, nuk e nuhas, qelizat e mia atë gjë nuk e nuhasin. Por edhe qelizat e mia dikur kanë qenë shumë këshurë ti, po. Po deri tani me aq sa un jam edhe njerëzit që më rrethojnë edhe duke qenë se shumë njerëz shoqërisë më kanë ofruar atë gjë dhe normale. Ke pirë një gocë apo i ke shoqëruar dhe I kam shoqëruar dhe kam qëndruar me ta gjatë gjithë kohës, por nuk e kam pasur atë kënaqësi, nuk është se nuk e kam pasur kënaqësinë të bashkojmë atyre, por
Ka qenë diçka spontane. I ke stresuar ishte e tuaj ke thonë gjomoj ty, pyes derë, ha këtë, bëj këtë se ngele kështu Jo ashtu. që ti paragjykoj dhe ti them ashtu, por ja. Deri diku kur jam qenë mi vogël, e kam bërë më i ri, domethënë, mi vogël mund ta shojmë. Po. Kurse tani jo, çdo kush ka mendjen e vet, perceptimin e vet, bot kuptimin e vet. Mendoj se tenxheria do gjej një kapak. Ti je kapak apo tenxhere? Nuk e di. Unë për vete jam një tas plastik nga ato që blien 2000 lekë në shumicë. Faleminderit Vivian që më konfirmon, nuk do të konfirmoje. Po kujdes se ka anë të mira. Tasat plastik, të gjithë oksigjen e mbajtur aty, aq ai është edhe mund të jetoj 2-3 milion vjet, apo kam gabim. Po, s'është tamam kështu, mos thuaj po, kot, s'është dezinformacion. Dezinformim. Si ndikon gjendja emocionale në shëndetin tonë përgjithshëm? Ti praktikisht e bëre një lloj shpjegimi generalist. Të them edhe diçka. Ne kemi një aminacid në trup i cili formon serotoninën. Serotonina është hormoni i lumturisë ose hormoni i kënaqësisë. Ky aminacid zakonisht merret nga burimet proteinike, të cilat ndodhen tek burimet shtazore. Ku për shkak? Veza, tek mishi i kuq. Ndodhet tek burimet ushqimore, të cilat kanë proteinë shtazore, mishi i kuq, mishi i pulës, veza. Ky aminacid quhet triptofan. Triptofani formon një molekulë ose një neurotransmetues i cili quhet serotonin. Triptofani bëhet i mundur me anë të një enzimi i cili quhet triptofan hidroksilaz, formon një lëndë tjetër e cila quhet dihidroksitriptofan. Dihidroksitriptofani dekarboksilohet, formon serotoninën, që është hormoni i lumturisë. Pra, hormoni i lumturisë prodhohet nga qendra e zorëve, nga pjesa e zorës së trash kryesisht. Hormoni i lumturisë pra lidhet me pjesën e gjendjes së zorëve. Në tru ka një region që ky kontrollon dhe pjesën e ushqimit ose urin apo dhe edhe oreksin. Këtë e bën nëpërmjet dy hormoneve, ghrelina dhe leptina. Ghrelina është një hormon që sekretohet nga qelizat endokrine të stomakut, që është edhe i zëri gër. Që kur ne duam që të ham diçka, është ajo zhurmë e zorëve. Shikoj se po na bëm zhurmë stomakut. Po. Dhe këto Ja çunat po ndjehet edhe këtu në kor. Edhe këto komunikojnë të dyja. Këtu ka një sinjal, siç ka zemra, Kastro, disa qeliza që quajnë pacemaker. Ka dhe stomaku dhe zora, qeliza që quajnë pacemaker. Për zemrën tashmë është konfirmuar gjendja neuronal, pra një përgjigje po, që ka dhe neurone. që mendon. Po, që mendon, po. Pra nuk ishte më vetëm kështu romantike se nga zemra ime, ande pas ka dhe fakt fizik. Për mendimin tim është vetëm një pomp, unë e quaj si një pomp. Pomp e quaj edhe unë. Edhe atë që ne quajmë dashuri është vetëm lidhje neurokimike. Është amigdal, hipotalamus, nucleus arcuatus, fasciculus longitudinalis apo lobulus parietalis inferior. Domethënë dashuria për mendimin tim është një lidhje neurokimike dhe janë vetëm procese hormonale. Zemra këtë gjë nuk e di. Zemra vetëm është një pompë elektrike që kur ndjen stres pompon më shumë gjak. Ndërsa lidhjen ose termin dashuri e bën të mundur truri, dhe dashuri për mendimin tim do të thotë më shumë ti hormon, proces hormonal. Patjetër që është një akt i shenjtë, por dashuria për mendimin tim ka më shumë lidhje nga aspekti biologjik me trurin sesa me zemrën. Për plaset më buridheu. Energjia si duket o buridheu. Jo mos e shkisa to. Zgjon dhe regjia s'më thot, mos janë ato rruz ato. Ato më duket se. Ato që ketë dora pa ja bënë. Pse di? Ja. Sa terma më them, më kujtove zysh Margaritën. Ishte pasionante shumë dhe ti dukesh që e ke pasion, nuk e ke kështu këtë gjë, thjesht për besoj se është bërë si mision, se unë nuk i harroj këto, nuk i kam vetëm që ti them këtu dhe ti. O Luçi, ku punon më Bjozer? Ku je me jetën me gjërat? Unë jam në një qendër mjekësore e cila ka trajtim. Sa bukur ke shive çfarë foto, shive. Po. A? Ke qenë fare çoni këtu. Pak më iri. Sa ka ke? 2 vjet. 1 vit e gjys. 1 vit e fiks në1 kohë. vit e gjys. Edhe Castro është diçka që njerëzit sot e kishim te pjesa e gjendjes shpirtërore ose tek gjendja emocionale e njeriut. Dhe stomaku, me mëlçin, të gjitha organet kanë shumë role esenciale, por sot sistemi i tretës, nga pagjumësia, ushqimet e procesuara, ushqimet e rafinuara. A mund të jetë zemra e thyer një diagnozë apo një pasojë? Ka sindrom të vërtetë zemrës së thyer dhe zemra pson hipertrofi ose kardiomiohipertrofi. Zemra përbëhet nga 3 shtresë: endokard, perikard, miokard. Endokardi shtresa e brendshme, perikardi, epikardi shtresa e jashtme, miokardi shtresa e brendshme. Ndryshimet elektrike, kardioelektrike, impulsit elektrike në aort, në atrium e në ventrikuj
pra ndryshimet elektrike në zemër, sjellin që zemra të pësojë një dilatacion ose të zgjerohet muskuli i zemrës. Edhe kjo sjell probleme edhe kjo quhet edhe ka një emër që e ka gjetur një shkencëtar japonez, emri nuk dua t'ia them sepse nuk dua ta ngatroj. Problemin e sindromës së zemrës së thyer ose heartbroken e ka gjetur një shkencëtar, ka qenë me shumë mundësi japonez, sepse zemra pëson një zmadhim të muskulit zemrës si pasojë e presionit ose flasim gjithmonë momenti që ka thyrje të pra nëse ka ndodhur një raport, nëse është në literaturë shkencore ka PubMed do të thotë ka hyrë në revistë shkencore dhe trajtohet edhe me medikamente. Do ta gjej tani? Jo, lare më burr, unë besoj. Unë thjesht më erdhi misionit do ta tregoj. Po patjetër. Sa herë në javë duhet që të lajmi? Kujdese, me larjen vrasim edhe bakteret e mira. Për mendimin tim, nuk e di se si quani ju larje. Larjen e gojës, larjen e dhëmbëve. Po larjen e gojës 3-4 herë do ndodhi për të e përgjithshmja. Po varet edhe se çfarë punë bën. Se me çfarë merresh gjatë ditës. Ja, unë bëj këtë punë që bëj, kështu normalisht, nuk kam një djersitje, nuk kam në dimër, një ditë po, një ditë jo. Mjafton, 3 herë në javë. 3 herë në javë lajt robi. Ti vetë sa herë lash, një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo e ke edhe ti. Po. Ndërsa në verë çdo ditë. Çfarë do doje që njerëzit të dinin për ty? Unë jam ky që jam i vërtet origjinal. Jam ky person që u shikoni. Jam padorashka. Ke një lloj rrezatimi, domethënë ke një vet kontroll, gati. E kam këtë kastro se si duket, jam Luciano Bardi, nuk kam asgjë pas meje që të kem diçka që të mashtroj dikë, të gënjej dikë, të çes diçka. Patjetër që nga këto fitojnë nga shitja e një produkti. Fakti që e thënja 2 herë këtë, po shoh që ke një në thonjza një mllëf të lehtë për disa njerëz. Shiko, se çdo njeri bën atë që bën o Castro, jo se mllëf, po nuk jam pro që njerëzit të marrin, sepse me atë që unë bëj, edhe shumë informacion ose shumë rrjete, website në internet, do të thënë kanë marrë një foto dhe kanë shitur një produkt sikur aty jam unë. Mua më shumë intereson që personi preket nga ajo gjë. Pra, më intereson shëndetjet i personit që e merr atë suplement. E kuptoj. Nuk më intereson paratë që ti do marrësh nga ata që ti do të bësh reklamat. Nuk e çoj në përmend. Mua më intereson dhe nuk e bëj gjumin të qetë nëse ai person e merr atë dhe pastaj më thot mua shiko se si ka mundësi që e ka shitur, ndërkohë që ajo është një fotomontazh. Është diçka e montuar. Ke pasur kështu rastesh, ë? Po kam pasur dhe nga këto, me thënë drejtë, mërzitem shumë sepse as në mendim mendimi nuk e dërgoj. Ja, tani ishe i qartë, megjithëse ti e bën qartë 2 herë në javë me Jo, nuk e vetëm, edhe në rrjetet sociale, kudo në Facebook, në Instagram, edhe e bëj her pas here. Çfarë njeriu i mirë më burr? Dukesh njeri i mirë. Varet në çfarë koncepti, se gjithë tani se kemi tona, e kupton, veset tona. Kemi errësirat tona, sigurisht. Po. Por të paktën ndërgjegjen e ke kam të pastër. Çfarë të lë ty pa gjumë? Se dikur pa gjumë më shumë ti mua më lë kur dikë nuk arrit do ta ndihmoj. Çfarë thua? Po. Sa net pa gjumë ke ndetur? Me javë. Ashtu? Po. E vuaj shumë kur tjetri. Je kaq i dhënë me pacientin me Shumë jam i dhënë. Inshallah mos u bëfsha të vite tyre, po bëra do jemi lumtur. Ka shumë njerëz që më kanë përqafuar gjatë rrugës, domethënë kur më kanë parë rastësisht, më kanë bërë dhe akte simbolike. Jo lek, jo gjëra të tilla. Jo lek, më në shamini. Akt simbolik për mendimin tim unë quaj një mirënjohje, një telefonat. Këto janë dhurata të cilat të ëmbëlsojnë shpirtin, të krijojnë një serotonin, të krijojnë një rrugë metabolike triptofanin, serotonin dhe më pas melatonin. Unë kur marr lek edhe mua se krijojnë gjithë me ina në fund. Simbolika janë edhe këto, por dhurata më e madhe që kanë qenë nga njerëzit është besimi. Dhe kjo duhet jetë në rastin të. Po, edhe ajo që mua më lë deri diku pa gjumë është kur nuk timoj dot dikë. Mua s'm kanë lënë këto pa gjumë, tregojmë sinqert. Patjetër dhe problemet. Jo se kjo më bën njëri më të keq. Se unë jam edhe person që s'kam as modër as vlla. Pra, mendoj gjithnjë prindrit unë i kam si arterie koronare. Arteria koronare majt dërgon gjak drejt aortës, arteria koronare djathtë patjetër që oksigjenon ventrikulin e majt. Kështu ke konjeksion, ke lidhje shumë të fortë, domethënë të tre ju. Tani, nëse një arterie koronare bllokohet, zemra nuk oksigjenohet më dhe mund të mësoj infarkt miokardi. Edhe prindrit unë i konsideroj si arterie koronare. O sa mirë. Ky është super, jo mesazh, por në fakt duhet ta thoje se shumë i kanë harruar.
Pse ndjeve dëshirën apo nevojën për të qenë figurë publike televizive? Nuk se e kam ndjerë këtë gjë, se më është ofruar edhe që të bëj shumë emisione, unë i refuzoj, Castro. Emisione të cilat nuk janë të formatit tim dhe nëse unë lej gjë më aty. Ky nuk është formati jot fare, për shkak të erdhët e unë. Jo, më bëri diçka që të vija dhe më bëri nuk e di se çfarë më ka bërë përshtypje. Janë disa gjëra të cilat fjalët e arta nuk thuhen në karta, është një fjalë. Pra, sa e bukur ma si luçi. Nuk e di se çfarë më ka sjell, por në shumë emisione të cilat mua më ka pëlqyer jo prezantuesi ose moderatori i emisionit. Gjitha energjia ndoshta apo nuk kam dashur që unë të them diçka që nuk e ndjej. Pra që të them diçka patjetër dhe thjesht jam stepur edhe e kam pasur shumë edhe gati një javë edhe jo se unë dua, por i refuzoj sepse nuk kam ç'të them edhe nuk dua të përsëris veten. Pra, në të gjithë daljet e tua, ne për ta ndërlidhur ti e ke bërë për të mirën e atyre. Për të mirën e njerëzve që më ndjekin dhe kanë krijuar besim. Nuk e kam bërë se unë aty dua të jem edhe dua të çes një vitamin, dua. Pra për këto vitamina. Dhe në emisionin tim Castro, unë nuk lë numër telefoni. Tëndin. Sepse unë nuk dua që ta lë atë numrin e kontaktit që tjetri të më Si gjeti Vivi ty? Ku e gjetet ti? Nëse Vivi është tjetër. Edhe persona të cilët kanë nevojë për mua më kanë gjetur nëpërmjet të afërm shokëve, njerëzve, kushërinjve. Kjo është hallka e artë e zinxhirit të besimit. E qartë. Dera, po të ka çuar pyetje para kjo më duket, se kështu kaq gjithë lloj artikulimi, ë? Jo. Besha kam o burë se e heq në punë. Mëzore gishtin. Luçi, është orari që Cili ka qenë komenti më i çuditshëm që ke marrë? Po, më kanë ofenduar edhe më kanë sharë për flokët, ç'të them, e kupton. Po ti ke mrekullim, por le që të shkëlqej një kuestion që mirë, sigurisht ti po ha mirë. Se lidhet edhe me atë se ka ditë që s'mund të ushqem, ka ditë që nuk mund të konsumoj fare ushqim gjatë një dite se si pasojë e punës. Është kjo gjë që ndron kjo, si quhet kjo gjëja që 2-3 ditë, o Klodi, pak më kështu e bëra zer, ke marrë kështu ti sardele. Po ma hape atë të hudrës tu, po çaj hudrë mande ju brazer, më prit pak. Hudra quhet me sardele? Nëse ka mërkurë sa duhet ka. Nëse punon me njerëz nuk quhet, nëse s'punon me njerëz quhet. Hajde, bëft mirë çuan. Bravo. Bravo. Kur sumuresh, shkonte mjeku apo e merr vetë në dorë situatën? Gati po bëj rreth 15 vite pa pasur grip. Çfarë thua? Po. Po, mi pra grip. Po në një gjë tjetër këto 15 vite. Nuk kam pasur. Asgjë. Ndonjë gjë para disa kohësh jam helmuar me një ushqim. Po ti u helmove nga ushqimi i Derbard? Tani isha larg. Wow. Isha larg edhe unë nuk e di sepse ka herë që ka raste që unë s'mund të jemi fokusuar 100%, se mund të kem, por ka ndodhur edhe përballova vetë, di që nuk mund përballohet vetë dhe kërkohet ndihmë mjekësore, por ishte si diçka aksidentale, por thjesht brenda ditës kaloi. Ja dole. Po. Por pa grip, pa viroza, kam rreth 15 vite. Por edhe gripi dhe mua nuk më zot. Sa lash alkoolin filluan smundjet mua, si është mundur. Edhe kur bëra patentën, më tha mjeku lagjës si vlla, po nuk ke kartel, si do ja bëjmë, nuk më njihte. U detyrove hape kartel, të shpike një smundje, një gjë. Bëja analiza. Mirë bëre. Edhe bëra analiza që të hapja kartele shëndetësore, por që deri diku tani dy gëzoj një shëndet, besoj se të plot. Mirë dukesh. Pak i lodhur se na puna gjëra kështu po mirë. Po. Duket, ore, vlerësohet se si është e brendshme e njeriu nga lëkura? Vlerësohet. Se unë për shembull jam me këtë tezën e I ke bjell flokët, besoj. I kam bjell pat. Pra. Më gjan 70% i shëndetshëm. Faleminderit, s'është keq. Edhe përqindje shumë e lartë besoj. Nuk e di, di statistikën. Është mirë. Po, është e shëndetshëm. Ku dyshon që mund të kemë një problematik? Pak tek mëlçia. Po shef na këto si indikatorë më the tash është më shumë nga stresi nga ekrani. Pjesa e punës që mund të jesh marrë gjatë viteve të ndryshme pa gjumësi. Abuzimi i dikush shumë. Por e kam mëlçin mashallah më bëra se kanë 6 vjet pi alkool. Lodhje, kanë fjalën lodhje, ngarkesë. Nuk është se është e sëmur mëlçia, mund të jetë. Ka çfarë mendon ti që mund të vdesur një ditë pas 150 vjetësh? Besoj se nga ç'to të them, nga heartbroken, nga thyrja e zemrës. Unë të vdes nga thyrja e zemrës. Nëse vdesu nga atyre, ndoshta bën vakise kot bëj kështu si njësh, por besoj që jo, nuk do të jetë momenti që unë do të vdes nga thyrja e zemrës. Luçi, ne kemi këtu është një moment tejet kulminant.
Unë kam thënë edhe në serinë e kaluar, Vivian Mancellari është kryeredaktore Podcastros. E ka me një zell të madh, me një pasion shumë të madh këtë emision. Dhe sa është marrë pak një 3 ditësh në krijimin e këtyre lojrave apo momenteve argëtuese. Po Luçi që nuk I qesh fare. Jo, nga që jam mësuar me këto televizionet sepse bëj dhe por biseda që ne bëm ka qenë shumë e ngrohtë dhe ka qenë me plot oksitocin. O sa mirë, nuk e marr vesh sa sjell oksitocina, por oksitocina është hormoni I qetësisë. Edhe sjell vasodilatacion vaskular ose vasodilatacion endotelial. Që do thotë sjell edhe dyshoja këtë. Sjell zgjerim të kapilarëve të gjakut dhe sjell oksid nitrik të lartë. Çfarë gjitha këto I solla unë? Po. Biseda që ne bëm. Tashi kalojmë në momente më serioze. Në fund fare tutëm nuk duhet të harrojmë që të më japësh një autograf tek librin Kënga e Zorëve, po. Detyra jote është që të rrotullosh rrotën e opinioneve dhe ku do të bie rrota. Ta bëj tani. Tash direkt pa. Unë e bëj kështu. Faleminderit Plagu për muzikën e jashtëzakonshme të gjetur. Që më kujtoj kohët e ruletës. Jemi. Barazi gjinore. Si e shef? Pse e shef? Ku e shef? A e shef? Nuk e shikoj. Nuk je për barazi gjinore. Çfarë do të themi me barazi? Burri dhe gruaja. Po. Janë njësoj? Duhet jenë njësoj në peshën e tyre shoqërore? Besoj se po. Kaq. Më shumë se di se ç'mund të them, por çdo person ka vlerat e veta. Po ja sikur si jep shumë peshë burrit dhe gruas më shumë se sa shpirti më shumë. Jap shumë vlerë patjetër që edhe qenies femërore. Sikur je kështu si aseksual o shpirtëror. Të dy kanë vlerat e veta në këtë shoqëri, të dy kanë kontributet e tyre hyjnore në shoqëri dhe të dy japin kontributet e tyre të vlefshme si mashkulli dhe femra. Edhe absolutisht që nuk mund të minjanohet as roli femrës, që është jetik. Edhe as roli mashkullit, që pa femër nuk mund të ketë as do vi dita që burri do ngelet shtatzan pra ta mbaj fëmijën e vet. Jo. A realizoj teknikisht është çështja? Jo, nuk realizoj. As teknikisht. S'mund realizoj. Nuk mund realizohet që burri ta mbaj 9 vjet fëmijën e parë. 9 muaj, më fal, 9 vjet. Zoti ka bërë një ADN që nuk mund të hidhet, nuk mund të ndotet aq thellë ajo ADN-ja. Zoti. Lutem, rrotullimi I dytë është dhe I parafundit, kujdes. Po ku I ka vajt mendja këtij plakut me këtë muzikën? Çfarë mendje femër ke shejtan? Botox. Jam komplet kundra. Ashtu? Po. Pse? Tash që mendova unë të bëja pak këto rrudha të gjërat më por tash diçka artificiale. Çe do thoj? Plaku në mënyrë natyrale? Po, plakja, a di Castro që plakja në mënyrë natyrale redukton dhe indikacionin për zhvillimin e qelizave kancerogjene. Ashtu ë? Plakja është në ADN-n ton. Një ditë do vdesim. Një ditë kemi për të vdekur. Edhe personi nëse plaket në mënyrë natyrale, biologjike, e redukton zhvillimin e qelizave kancerogjene. Po, se ka më pak. Prandaj kanë jetu këta gjyshat e mimo na 200-300 vjeç më të gjithë, vetëm raki, pini bam, pum. Po, dhe nëna im akoma ai korçari im vdiq, pinte gjys kile raki në ditë më burr. Po ka pasur shpirtin e pastër, ushqimet bio, gjumin e shëndetshëm. Ushqimin bio nuk mund të flasim atyre që kanë qenë kaq shumë bollëk, por atë bukë që konsumonte, dhe atë djathtë që konsumonte, atë bulmet që konsumonte, e ka pasur bio. Merresh me Xhemilën e shkretër Ahmet pas, pite 2 goda, dy këtu më e brite nëpër shtëpi, burri 80 ca vjeç, lumadi ti atje ku je. Bukë kripe zemrën plot. Pa I donte të tjera gjëra plot. Rrotullimi I tretë. Kujdes në final. Ra? Nuk ra. Vivian duhet të ndërhysh tek rrota. Luciano Bardi të ra spak. Çaj uron atyre që janë burg? Çfarë do të hanë? Unë uroj që personat ose ata cilët janë hetim krye të këtij institucioni të jenë sa më shumë të shëndetshëm,
që të bëjnë detyrën e tyre më të shëndetshme. Po, që ta bëjnë detyrën e tyre më të shëndetshme. Gjithë çunat që janë në burgje, ç'të them? si të kujdesen për veten e vet. Pra, një rregullsi të shkojnë çdo mëngjes në banjo, të lexojnë libra, të lexojnë vazhdimisht libra dhe ta mbajnë trurin e tyre në gjimnastikë të vazhdueshme. Libri, për mendimin tim, është gjimnastika më e mirë. dhe nuk mund të ikësh pa më lënë një dedikim të 2 librat. Atëherë, Gjerish i bukur. Je, po shumë bukur. Edhe stilolapsi ka formën e atomit dhe rrethohet nga elektronet që Se Karagjozi mund që rri me stilolap se kotën kot. Apo është jotje? Jo, është juaj. Që ke tip sallaksi domethënë. Po. Tip, domethënë që ke sallaks. Pra, për sallaks për gjithë ata që jetojnë nga Gjakova e andej, është një njerëz që përdor dorën e majt. Më ngjarash. Faleminderit publiki. Dallohet, se unë kam miq për shembull, jo. Kam shok, çfarë bëj të mbështetë? Shkruaj, çfarë të puth? Bëje, çfarë the? Nuk e mora vesh. Nuk kam mendime na kamera, nuk jam mirë për këto lojra. Castro me zemër të art. Art? Jo. Me zemër të uroj. Më të uroj, thase direkt për veten, disa the për Castro me zemër të uroj hormonet të Oksitocinës. me përqafime të nxehta. Të nxehta, mi pra, jo si që kuptojnë ata, apo si që kuptojnë ata. Se ti, çdo kush ka perceptimin e vet. Luçi, të falenderoj shumë. Të lutem, edhe besoj se do të hyj në punë, nëse e lexon. Do t'i lexoj të Dhe kopertina, besoj se do më japësh informacion për kopertinën, çfarë kupton? Çfarë kuptoj? Kemi Zorrën, kemi janë si një 2 luftimi, është qasje universale. Po. Se do të hysh brenda, shikon universin. Dhe universi nuk është jashtë, por është brenda trupit njeriut. Jetë mbarë shëndetshme, mik. Shpresoj që po. Do e kesh. Atë e di, zoti. Arkitekti, biologjik, edhe universal. Ose di dirigjuesi i trupit tonë. Mund ta di dhe Berti.